këtyre kërcënimeve, ofendimeve online, pati reagim presidencës, ka iniciativë të prokurorisë speciale për një rast penal, edhe plot komente në vazhdimsi ndaj saj, po vinë edhe prej përkrahësve të lëvizjes vetëvendosje. Qysh e sheh këtë situatë? Qysh i komenton? Tash duhet ta kemi parasysh një gjë, ne sigurisht që edhe si lëvizje vetëvendosje, por edhe unë si Arjet jam absolutisht kundër gjuhës denigruse, ofenduse. Ne si Kuvendi Republikës së Kosovës kemi miratu një projekt ligj i cili dënon dhunën ndaj grave në politik, shpesh komentet ndaj grave që janë në pozita kanë ngjyrime seksiste, por në anën tjetër nuk ka absolutisht asnjë qëndrim zyrtar të lëvizjes vetëvendosje, asnjë akter politik i lëvizjes vetëvendosje me funksion dhe detyrë i cili në ndonjë mënyrë ka përdorur këtë gjuhë apo ju ka referuar një termi i cili mund të ishte i kësaj natyre të cilës ju po i referoni. Ne kemi dënuar këtë gjuhë në të gjitha rastet dhe kundër gjithë secilit akter politik i cili ka qenë, domethënë, vazhdimisht i sulmuar, ka një gjuhë jashtëzakonisht shumë ofenduese dhe linçuese edhe ndaj lëvizjes vetëvendosje, veçanërisht ndaj kryeministrit Kurti, ndaj ministrave të qeverisë së Republikës së Kosovës, ka pas një fushat të tmerrshme ndaj emrit Albulena Haxhiu gjatë kohës kur ajo ishte propozuar nga lëvizja vetëvendosje si kandidate për kryetare të kuvendit. Sigurisht ne qëndrojmë prapa asaj që e kemi thënë gjithmonë, një gjuhë e tillë cënuese është e papranueshme, por tepër është rëndësishme të mos lidhet lëvizja vetëvendosje me një gjë të tillë, sepse nuk është duke e bërë lëvizja vetëvendosje një gjë të tillë. Në fakt, deputeti Haxhi Avdyli dha dorëheqje prej partisë Guxo, pikërisht për shkak të këtyre kërcënimeve. Tregoi që po jep dorëheqje të parevokueshme prej krejt pozitave që i ka në parti. Pra ka dhe lëvizje politike, vendime politike për shkak të kësaj situate. Pastaj është kjo puna e degëve të partisë Guxo, që është partneri juaj në koalicion qeverisës, edhe e kemi pastaj edhe një reagim të partisë që tregon se është numër i vogël i atyre që kanë dhënë dorëheqje. Qysh po shet këtë situatë? Këta që po japin dorëheqje potencialisht kanë qenë votues tuaj në zgjedhjet e fundit. Sa i përket rastit dorëheqjes së kolegut tim Haxhi Avdylit, unë e kam ndjek edhe qëndrimin e tij se ai nuk do të largohet nga grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje. Sa i përket raportit të tij me partinë Guxo, unë jam deputete e lëvizjes vetëvendosje, kështu që besoj që është shumë mirë nëse ju drejtoheni qoftë partisë Guxo, qoftë deputetëve të partisë Guxo, kryetarit apo edhe vetë deputetit Avdyli, edhe në raport me proceset e brendshme të tyre, por edhe në raport me qëndrimin e tij për t'u larguar nga partia Guxo. Unë krejt çka mund të them është që ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm si kolegë. Nëse për Avdylin nuk deni, besoj që deni pak më shumë për Faton Pecin. Cili është qëndrimi i tij? Kryetari Faton Peci është duke e vazhdu një punë të jashtëzakonshme në komunën e Mitrovicës. Vetëm gjatë javës të cilën e lam pas, ka pas një